Ministrat e Bashkimit Evropian u mblodhën dje në Bruksel për të miratuar paketën e 20 të sanksioneve ndaj Rusisë. Vendimi dështoi, sepse Hungaria dhe Slovakia bllokuan miratimin. Pse ndodhi kjo? Fajin për këtë dështim në Bruksel e ka tubacioni Ukrainas Druzhba, i cili shërben për ta transportuar naftën ruse nëpërmjet Ukrainës në Hungari e Slovaki. Këto dy shtete ende nuk e kanë ndërprerë furnizimin nga Rusia, edhe pse janë pjesë e BE-s. Rrjedhja e naftës në Druzhba është ndalur që nga fundi i janarit pas sulmeve me dron në infrastrukturën e tubacionit, që sipas palëve u shkaktuan nga Rusia. Hungaria dhe Slovakia akuzojnë për përgjegjësi politike Ukrainën, me pretendimin se po e vonojnë qëllimshëm riparimin e tubacionit. Cili ishte rezultati i takimit të djeshëm në Bruksel? Nuk ka sanksione të reja ndaj Rusisë e as hua prej 90 miliard euro për Ukrainën. Situata ngre tensione brenda BE-s dhe e cenon imazhin e unitetit para përvjetorit të luftës. Çfarë ishin deklaratat kryesore pas këtij zhvillimi? Është një humbje mundësie për të dërguar një sinjal të fortë mbështetjeje për Ukrainën në prag të përvjetorit, tha Kaja Kallas, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme. Ministri i jashtëm hungarez Peter Siarto tha se Ukraina po i bën shantazh politik shtetit të tij dhe se Budapesti nuk e ka ndërmend të pranojë vendim pa rifilluar furnizimi me naftë. Hungaria do të bllokojë çdo vendim, andim për Ukrainën derisa të rifillojë furnizimi i naftës përmes Druzhba, tha ai. Edhe kryeministri i Slovakisë tregoi cilat janë kushtet e shtetit të tij për të zhbllokuar mbështetjen për huan 90 miliardësh për Ukrainën dhe paketën e 20 të sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Slovakia ndërpreu furnizimet e emergjencës për Ukrainën sipas presioni për të rikthyer furnizimet e naftës. Nëse nafta nuk kthehet në Druzhba, nuk do të ofrohet më ndihmë energjetike, tha kryeministri i Slovakisë Robert Fico. Fico dhe Siarto janë përfaqësuesit e vetëm të dy shteteve anëtare në BE, të cilat mbajnë raporte të ftohura me Ukrainën, ndërsa nuk janë shumë të acaruara me Rusinë. Ministri i jashtëm hungarez u pyet të hënën nga gazetarët pse ai dhe vendi i tij e urrejnë Ukrainën, ndërsa e dashurojnë Rusinë. Përgjigjja që dha Siarto ishte se është Ukraina ajo që e urren Hungarinë dhe jo e kundërta.